Kryeministri Edi Rama ka dhënë një tjetër lajm që me siguri do t'i mbajë shqiptarët të mbërthyer pas ëndrrës evropiane. Në vitin 2030 hym në Bashkimin Evropian dhe brenda një muaji pronat do të dyfishojnë vlerën. Pra, edhe 6 vite durim, pastaj bum, gazonierja juaj në Paskuqan do të vlejë sa një apartament në Paris. Pra mjafton të duroni edhe 6 vite dhe pasuria juaj do të dyfishohet magjishëm. Deri atëherë thjesht përballoni çmimet e larta, pagat e ulta, emigrimin e të rinjve dhe ndonjë skandal korrupsioni këtu atje. Asgjë serioze. Gjithçka do të jetë më mirë. Pagat do të rriten, korrupsioni do të zhduken dhe sipas kësaj logjike, edhe qenë të rrugës ndoshta do fillojnë të flasin. Në një takim me sipërmarrës në Sarand, kryeministri tha se kur Kroacia hyri në Bashkimin Evropian, çmimet e pronave u dyfishuan për një muaj. Fantastike, vetëm se ka një ndryshim të vogël. Kroacia realisht hyri në Bashkimin Evropian. Ne ndërkohë kemi një fjalim dhe një premtim që tingëllon bukur, por mund të përfundojë si të gjithë fjalimet e tjera në koshin e historisë. Nëse s'keni prova, ka zgjidhje. Mund të merrni një kredi 200 vjeçare, të punoni 15 orë në ditë ose edhe më mirë të bëheni ndërtues, sepse ata gjithmonë fitojnë. Me këtë ritëm, pas vitit 2030, shqiptarët do të jenë të huaj në vendin e tyre, ndërsa turistët dhe oligarkët do të gëzojnë një Shqipëri të bukur, por jo më për shqiptarët. Në fund të fundit, Rama e ka një plan për gjithçka. Sot premton, nesër justifikon dhe pas nesër fajin e ka Saliu.